Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Më nxorën nga materniteti se nuk isha lek për të lindur. Nuk e harroj dot atë ditë. Edhe tani, kur mbyll syt, më vjen era e korridoreve të ftohta dhe zëri hapave që i jehoni në maternitet. Isha aty për të lindur, jo për të bërë ndonjë gjë tjetër. Me dhimbje, me frikë, por edhe me shpresë. Sepse kur je shtatzën, mendon se të paktën në atë moment, sistemi duhet të funksionojë për ty. Kisha hyrë në maternitet me urgjencë. Dhimbjet kishin filluar që në mëngjes dhe po shtoheshin. Nuk isha shumë gjëra me vete, vetëm një çantë të vogël dhe dokumentet. Burri im ishte në punë, në të zezë pa kontratë. Unë nuk isha sigurime. Këtë e dija, por nuk e kisha menduar kurrë se do të vinte dita që kjo gjë do të më kthej kundër në momentin më të ndjeshëm të jetës time. Në fillim më futëm brenda. Më pan, më matën tensionin, më bën disa pyetje. Askush nuk fliste shumë. Unë mezi flisja nga dhimbja. Pastaj erdhi një infermiere dhe më pyeti për kartelën, për sigurimet, për pagesën. I thash të vërtetën që nuk kisha. Nuk kisha fare para me vete. Burim do vinte më shpejt sa të mundej. Ajo uli syt, nuk tha as po as jo dhe u largua. Pas pak erdhi dikush tjetër. Ton më i ftohtë. Më thanë se pa pagesë nuk mund të qëndroja. Duhet të zgjidhja çështjen financiare përpara. Unë po dridhesha jo vetëm nga dhimbjet, por nga frika. I thash që po lindja, që nuk ishte diçka që mund ta shtyja, dhe nuk po kërkoja luks, vetëm ndihmë. Më nxorën nga dhoma, jo me britma, jo me dhunë, por me një qetësi që më dhemte më shumë. Më thanë të prisja jashtë, të rregulloja punën e parave dhe të kthehesha kur të isha në rregull. U ula në një stol në korridor e përkulur duke u përpjekur të merrja frymë siç më kishin mësuar. Gratë e tjera hynin e dilnin, disa me bark të madh si unë, disa me foshnja në krah. Askush nuk më shihte, dhe unë ndihesha sikur nuk ekzistoja. Telefonova burrin, i thash, po më nxjerri, nuk kam lek. Zëri më dridhej. Ai u trondit, më tha që do duroja se po vinte, por koha nuk duron kur je duke lindur. Në atë moment ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer kurrë, një poshtërim. Jo se isha e varfër, por se u trajtova sikur dhimbja ime varej nga kuleta. Sikur jeta që po sillja në botë kishte çmim. Pas shumë pritjesh, pas shumë lotësh të përmbajtura, pas ndërhyrjes së disa njerëzve që më pan dhe më prekën, situata ndryshoi. Dikush foli, dikush tjetër u përgjigj. Nuk dua ta zbukuroj, por ishte një gest heroik. Ishin të gjithë njerëzit që u mblodhën. Por ajo që më mbeti nuk ishte lehtësimi, ishte kujtimi. Sot e kam fëmijën tim në krah, është i shëndetshëm dhe çdo herë që e shikoj më kujtohet se sa afër ishim nga të mos pasurit asgjë, vetëm sepse nuk ishim para në xhep atë ditë. Kjo histori në fakt nuk është për të fajsuar një person, është për të treguar se si ndonjëherë sistemi harron se përpara dokumentave dhe pagesave ka njerëz, dhe se ka momente në jetë ku askush nuk duhet të dalë nga një maternitet me lot në sy dhe frikë në zemër.